si kanë qenë ato vitet e para për ju? Shumë e vështirë, shumë të vështira kanë qenë. Ne kemi filluar të jetojmë bas 15 vjetë, filluam që shiko se ka edhe, mund të shkojmë të shikojmë edhe një qytet jashtë, mund të bëjmë edhe një udhëtim, por neve nuk ekzistonin këto gjëra. Po, kemi vuajtur. Në momentin që ju arritët gjithçka, pra të kishit punën, të kishit të ardhura, të rritnit djalin tuaj të vetëm apo jo, ndodhi ajo që nuk e prisnit, sëmundja e doktor Dorit. Si erdhi kjo sëmundje që e mori kaq shpejt? Ishte si duket forma e sëmundjes që ishte forma dhe pastaj unë them edhe ai një çik ishte nga natyra pesimist, kurse isha unë ajo pjesa që e mbaja. Kur thoni pesimist, ishte për shkak të profesionit duke kaluar shumë pacient me punonte me këto sëmundje dhe e dinte, dhe kur u operua, pastaj tha, të shikojmë, tha, sa do zgjasi kjo periudhë paqeje. Ta hoqën sëmundjen, i thashun, ta hoqën, nuk e kemë, do bësh kemioterapi, që ta frenosh, që në qoftë se ka shpëtuar në një qeliz, edhe mbaron kjo punë. Po ai e dinte si duket, e dinte më mirë se unë, që sigurisht e dinte më mirë se unë, por që faktikisht doli si që mendoja ai dhe jo si që mendoja unë. Personazhi kryesor, Perlati, ka shumë pak ose ka pak nga karakteri i Dorit. Apo jo, pse keni dashur që ta fshihni Dorin bashortin tuaj në një personazh të tillë? Po të vjen natyrshëm ajo, se kur ndërton një personazh, një karakter, do t'i japësh ca veti të një personi që ke aty afër. Vjen natyrshëm, nuk e di. Bashortit, pra doktor Dori, më lejoni të drejtohem doktor Dori, se është një doktor shumë i njohur dhe ka dhënë shumë jo vetëm për komunitetin shqiptar, për këtë sëmundje të rënda kancerogjene. Ishte ai që bëri kopertinën e librit tuaj, ja besuat ta bënte kopertinën këtë të pikturës, apo jo, dhe kopertinën e dytë muri. Edhe murin, ai e ka bërë. Të dyja kopertinat janë të menduara dhe të skicuara prej tij. Më trego pak për atë moment, kur ai vendosi, pasi kishte lexuar librin, të bënte kopertinën e tij. Atëherë, kjo ka ndodhur në dhjetor kjo ka ndodhur në fund të 22-shit, në fund të 21-shit. Ku doktor Dori ishte mirë me shëndet? Jo, nuk që mirë, ishte operuar. Ishte operuar. Edhe ndërkohë ishte dhe libri im që po dilte, ato kopertinat që më kishin propozuar që nuk më pëlqyen, edhe një ditë vi nga puna dhe gjej Dorin që kishte skicuar ato anën që bën pikturën, bëri na 2-3 variante që mua më pëlqyen, edhe pastaj thash Dori, thash, po ai e kishte bërë si me, jo me tërmend, e kishte bërë si me Si që mendonte ai një kopertinë libri? Diçka që me mendjen e tia nuk do ishte ajo. Unë me njerë u dashurova, mbas asaj thash Dori, kjo do jetë. Do bëhet me ngjyra, sigurisht, edhe pastaj dolëm, blem ngjyrat bashkë. Kopertina e dytë, apo jo, edhe murit e sagës? Kopertinën e dytë, ai e bëri me një nxitim të madh, sepse sikur ta dinte që nuk do ishte gjatë me i fjalë. Ka dhe ngjyrat bardhezi të kombinuara me ngjyrat e tjera, Ana dhe Perlati. Bardhezi, që është kjo bota jonë këteja, që ishte atëhere, se tani... Që tregon këtë botën bardhezi dhe ngjyrat e tjera që pristeshin të ndodhnin në vazhdim. Këta janë 2 personazh që dalin tek libri i dytë, por që ky është një si të thuash, një lajmërim, para lajmërim i asaj që do ndodhi tek i treti. Dy mjek, sigurisht që e njihnit sëmundjen, e dinit që si do të ecte ajo pak a shumë të paktën doktor Dori, por si mjek dhe si bashkëshort, si e përjetuat ju largimin dhe sëmundjen? Nuk, kjo pjesë është një plagë e jetës time. Nuk jam, unë 3 ditët e fundit e kam kuptuar.
Nuk e besoni? Jo, nuk pajtohesha kur me atë. Do me thënë, unë isha në qiell. Ishte ju optimiste që nuk e besoni? Edhe njerëzit e mi vinin të më flisnin, që të më zbrisnin në tokë dhe të më thonin shiko se situata është kështu, duhet të pregatitesh. Kur më shikonin mua që isha kthyer nga ana tjetër, nuk guxonin të ma thonin. A kishte një peng, doktor Dori, që ja u la edhe jetoni me atë kujtim, me atë porosi, apo amanet, apo në lidhjen me shkrimin tuaj, me mënyrën se si ju të shihni humbjen e tij? Jo, nuk duk siguri ku pa pishmane. Iku i që Dori ka ikur me shumë dinjitet. Dori kërkoj gjithë njerëzit, unë nda me ta, bile dikush i tha që ka qenë një fat i madh që të kemi ndeshur në jetën. Unë personalisht i tha ky person në jetën time, dhe Dori tha edhe për mua, tha, ka qenë po e njëjta gjë. Edhe unë e quaj veten me fat. Do me thënë Dori unë nda me njerëzit, sikur si do ndajemi ne pas pak që do themi miru pafshim. Për të riparë, për të ritakuar. Ndërkohë, është vendosur dhe një plak në nder të tij, apo jo, tek spitali ku ai ka punuar, kemi një foto me djalin tuaj, ku keni vendosur dhe keni parë plakën. Është ajo dita kur u vendosu, bëm një ceremoni, erdhën dhe ca njerëz nga familja. Ju keni folur dhe keni treguar se pavarësisht largimit të tij, shpirti i doktor Dorit është ende në shtëpinë tuaj, ju jetoni me të. Si e përjeton, do doja të dija një mjeke këtë besim, se mes shkencës dhe asaj ndjesisë shpirtërore, si e ndjeni ju praninë e tij në përditshmërinë tuaj? Në çdo libër kam vënë një thënie në fillim, bile nuk e di se tek ajo italishtja më ka shpëtuar dhe nuk e kanë botuar, tek kjo shqip është natyra, tek piktura, kam vënë një thënien time, që është natyra, arti, dashuria, janë 3 gjërat më të rëndësishme në botë. Kush nuk i ka njohur, nuk ka jetuar.